A mund të na shpjegoni fjalën në Kosmet, ju lutem? Po mund të shpjegoj, kjo është një substitut apo një që është krijuar me sidomos mas luftës së dytë botërore për Kosovën, që se emri Kosova ka qenë vazhdimisht si i prezent gjatë historisë pra për Kosovën, ndërsa pas luftës dytë është krijuar kjo Kosmet, sepse janë dy plato që përbëjnë Kosovën, fusha Kosovës, Prishtina që është edhe Metohia i thonë serbet pjesa perëndimore, ndërsa ne shqiptarët i thonë Dukagjini, pjesës perëndimore, platoja Dukagjinit, dhe ata me qëllim e kanë krijuar këtë amalgam që ta humbin emrin e Kosovës, pra dhe emrin që përdorin shqiptarët, pra ka qenë një lojë pra kështu, edhe me pravavi politike, për fatkeq edhe tjetër. Edhe njerët përkthejmë të emni Kosmet e kanë dashur që se kinë se këto Kosovë dhe Metohi janë fjalë vjetra slave dhe kanë dashur të ndrojnë emnin, dërsa emri i vjetër i Kosovës antike dhe gjatë mesjetës ka qenë Dardania, por kthejmë të tekst. Da li verujete da će Srbi dići ruke od Kosova i Metohije? A besoni se serbët do të heqin dorë nga Kosova dhe Metohia, zoti Rugova? Unë besoj se do të heqin dorë dhe duhet të heqin dorë dhe kërkoj ndjes nga kjo gjykatë se do të çështjet po hynë më shumë në frazat debatet thata politike. Prandaj Kosova ju takon kosovarëve, pra shumicës shqiptare, serbët Kosovës, bosnjakëve, turqëve të tjerëve që janë në Kosovë, sepse Kosova ishte entitet antar i ish federatës, prandaj më mirë është që se di për cilët serbë mendohet kush do të heqë dorë, po nëse mund të themi Beogradi, ai duhet të heqë dorë, sepse Kosova është e kosovarëve, dhe do të ishte sa më herët aq më mirë, dhe shpresoj shumë serbë. UČK bila teroristička organizacija. A ishte UÇK-ja një organizatë terroriste? Jo, nuk ishte terroriste, por njerëz që kanë reaguar ndaj dhunës dhe represionit shumë vjeçar që është bërë në Kosovë. Pra, qëllimi i tyre ishte që të arrihet liria, të mbrohen njerëzit. Pra, kjo ishte qëllimi i tyre dhe